Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Siç e pat, ne sapo kemi mbaruar mëngjesin, pim kafe dhe hëngrëm nga një brownie, ishte shumë të shijshme ato me lajthi sipër. Përsa tani po shkojmë pak tek ura Acquedotto e Gravinas. Unë nuk është hera e parë që vi këtu, por sot vendosa t'ju marr dhe juve me vete. Ja, pra këtu është edhe ura Acquedotto e Gravinas. E dini ju që këtu është zgjuruar një film shumë i bukur, edhe unë vetë në fakt e kam parë para 2 ose 3 javësh, sepse ma këshilloi burri, edhe më tha që ta shohim. Ishte një film fantastik, ju a këshilloj edhe juve ta shikoni, sepse edhe unë që nuk i kam qef filmat aksion për veta, ai filmi më lajmë përshtypje shumë të mirë. Filmi është xhiruar nga aktori James Byrne, ose Byrne, nuk e di si shqiptohet eksaktësisht, i cili titullohet The Time to Die, pra s'ka kohë për të vdekur, diçka e tillë. Është xhiruar në vitin 2019, i cili doli në kinema në vitin 2021. Ju a këshilloj shumë ta shihni sepse mua më ka lënë përshtypje shumë të mirë. Pjesa më e bukur e filmit është xhiruar pikërisht këtu tek ura. E di që ato që janë atje, si shpella, që nuk janë veç atje, janë edhe nga pjesa tjetër, përdorur nga njerëz si stre dhe vetë mbrojtje mbi të më parë. Nuk e dija që emri Gravina vjen nga një fjalë latine që lidhet me gurët. Është bukur kur zbulon histori të tilla. Gravina është si motra sekrete e Materas, por vitet e fundit Matera ka marrë më shumë famë, pra edhe Gravina ka ngelur pak si në hije, nuk vizitohet shumë nga turistat. Sa për erdha në qytetin ku jetoj, edhe tani parkova pak makinën sepse do shkoj pak në supermarket të marr disa gjëra që më mungonin në shtëpi. Normalisht kamera ndoj lek këtu në makinë, do ju marr me vete, nuk di çfarë të bëj para të marr kamerën apo të marr gjëra që më duan. Shihemi pastaj. Ka vazhduar një vap tani, do e heq pak këtë kapelen se më mor fryma më duket. Sapi mora gjërat në supermarket që mu donin, tani do ndaloj edhe pak te Vodafone, sepse ka disa ditë faktikisht që vjerës i bëm ofertën tek telefoni, pra tek numri vet. Nuk e kuptoj sepse nuk ka internet, pra thotë që du të bësh rikarika, ta mbushësh përsëri, ndërkohë që ne u bën ja 2-3 herë tani që e kemi rimbushur me 10 euro, 20 euro, 15 euro, edhe nuk po e marrim më vesh se çfarë ka. Tani do shkoj direkt, e kam marrë dhe telefonin e vjerrës më vete dhe do shkoj të pyes pak se çfarë problemi ka. Këtu tek lentja e kameras, po shikoj tani që pas ka një njoll, nuk e di nëse do duken pastra të videot apo do duket kjo, nuk e di. Këtu sot shoqëra është koha me diell, kohë e mirë, fryn pak herë, prapse prapë është ngrohtë, gjynaftë qajemi. Sa ditë më para ishin ditët shumë të zymta me shi, ftohtë, edhe unë zgjedh ditën me diell për të filmuar, sepse siç u kam thënë, videot me diell dalin më bukur se sa ato me shi, pastaj janë edhe më ditë happy, ditë më të gëzuara. Ora 12:35, edhe pak minuta edhe më duhet shkoj të marr edhe melodin nga kopshti. Por besoj që paroj shpejt aty tek Vodafone, nuk është se do kem punë të madhe, ndoshta sa të bëjmë një kontroll numrit, edhe kaq besoj. Me numrin s'bëra asgjë, sepse kisha harruar pinin, kartën e pinit në shtëpi, nuk e kisha marrë me vete dhe u donte pini. Tani të shkoj te kopshti të marr melodinë dhe të shkoj në shtëpi sepse s'ka më kohë, ora po shkon 1. Këtu është një rrugë pa dalje, më duhet të dal mbrapsht. Po, bravo.
fix unë jam për të dalë mbrapsht. Më duhet të dalë mbrapsht gjysmën e rrugës që të bëj një kthim aty, një kthim spektakolar. Edhe pastaj do iki, të dalë andej nga erdha. Mos shtyp në njëri këtej, edhe ajo më duhet pastaj. Nuk më afron plej sepse kanë frikë se mos i shtyp. Edhe mirë bëjnë që kanë frikë të ruhen nga unë. Jam shumë e lodhur tani. Ja dola, më në fund ja dola. Tani direkt te kopshi sa bezdije kam orarin e drekës. Edhe më shumicën e rasteve kur shkoj mirë, unë shkoj në këmbë te kopshi ta marr melodin sepse kam edhe një shkollë afër shtëpisë. Edhe është plot me makina, pra nuk ke ku të ecësh, më të parkosh makinën. Imagjinoje, domethënë, më duhet të shkoj të gjej parkim në fund të dynjas, sepse aty afër shtëpisë i kanë zënë të gjitha parkimet, ato që marrin fëmijët nga shkolla. Ora është 12:54, do pres edhe disa minuta sepse fëmijët akoma po hajnë në këtë orar, e pastaj shpejt ikën paraditja. Të paktën mua sikur më fluturon, ndoshta nga që kur del është më ndryshe. Të paktën kisha vënë pulën për zier në mëngjes, edhe e lash gati. E lash ta zinte vjerra, por thjesht vendosa në tenxhere për të zier. Tani kur shkoj do i skuq pak miell mistre dhe do e bëj me qull. Sa për darkë mendoj që do bëj peshk sonte sepse një herë në javë po mundohem që të gatuaj peshk. Të drejtën peshku nuk është se e kam pas pëlqyer shumë, nuk e haja shumë, por tani vazhdoj të më pëlqej. E kam shtuar edhe në menun javor që të paktën një herë në javë të hajm peshk, sepse gjithë ditët e tjera hajm mish pule ose mish viçi. Paktën pulat i kemi të freskëta sepse i kemi nga toka jon, edhe mishin e viçit e kam të freskët sepse edhe mishin e viçit e kam marrë nga mami. 24/7 në trurin tim. E tunde moj se linë tunde. Do dal tani sepse më mirë të pres jashtë se sa të pres këtu brenda në makinë, se po asfiksohem, po më merr fryma. Është, nuk e di, shumë vap të brenda. Po si erdhi këtu? Ciao. Thuaj si jeni? Si jeni? Si jeni? Jeni mirë? Si. Sa për erdha në shtëpi dhe t'ju tregoj pak çfarë mora në supermarket. Por si fillim do pi pak ujë sepse kisha harruar shishen time të ujit në shtëpi dhe sot kam gjithë ditën pa pirë ujë. Jam munduar që të ditë pi shumë ujë sepse unë jam një njeri që nuk e pi shumë ujin. E di që nuk është gjë e mirë kjo, prandaj po mundohem ta ndryshoj këtë gjë tek vetja ime, të pi sa më shumë ujë të jetë e mundur. Të vazhdoj me supermarket haul tani. Qesja është kjo, 2-3 gjëra mora, nuk marrë shumë. Një të shtyve, ishin super gjigande. Më shumë i mora për vajzën, sepse Melodia i ka shumë qeta dhe i hanë. Frutat e vetëm që Melodia hanë për frontaj është luleshtrydhja dhe molla. Për frut tjetër, nas nuk i shkon në përmendje jo. Mora salat, sepse unë çdo ushqim, duke filluar nga gjella, makarone, orize, çdo gjë tjetër kam qef ta shoqëroj me sallat. Panine. Një avokado e mora të fortë sepse nuk do e përdor tani, do e përdor pas disa ditësh. Edhe gjëja për të cilën shkova në supermarket ishin biskotat. Këto janë biskota që unë i jap me qumësht Melodisë në mëngjes. Tani t'i fus këto në përvendje edhe do vazhdoj me drekën. Avokadon e lej jashtë, nuk e fus në frigorifer, kështu që ajo avash zbutë, brenda disa ditëve mund ta konsumoj pastaj. Do të kap pak flokët sepse nuk dua të rrezikoj të hedh ndonjë ushqim brenda tek tenxherja me qull. E dëgjuar të shprehin që thotë nuk nxjerr dot qimen nga qulli. Pastaj kush e di kujt i qollën qimja ime në pjatë dhe nuk e nxjerr dot nga qulli. Këtu kam pak miell mistre dhe pak miell gruri, i përziq gjithmonë bashkë. Në fakt jo të gjithë përdorin të recetën e qullit, kështu disa e bëjnë vetëm me miell gruri, disa e bëjnë për shembull nga zona ime, nga anët e mia, e bëjnë vetëm me miell mistri, por nga që në familjen e burrit tim e hajm vetëm me miell gruri, unë e bëj edhe me pak miell gruri dhe me pak miell mistri që mos të ketë konsistenca e trash ose të ngjajë me shumë kokrisa nga mielli i mistrit. Të pak më e njëtrajtshme le të themi. Është një recetë e vjetër që e bënin më përpara se tani kush e bën më këto gjëra, por mua për vetëm pëlqen të vazhdoj ta bëj.
diku nga anët e mia kjo bënte në raste festash ose në raste kur të vinte një mik në shtëpi edhe e bënin si gjellë më të mirë. Ndoshta sot jemi modernizuar, kur vjen një mik në shtëpi bëjmë makarona pra pasta të ndryshme me gjëra të ndryshme ose oriz, risotto e gjëra të tjera. Por unë nuk është si kam harruar këto ushqime tradicionale, vazhdoj t'i bëj ende. Këngën e gjestet e dëgjuat, mua për vetëm më preku në shpirt për çdo fjalë që ka thënë, e ndjej shumë. Kam parë një video ku thonte që mos pirja e ujtit të krijonte burr në veshka. A është vërtet kjo? Sepse të them të drejtën më mirë pak frikë. Edhe po mendoja mos më ja krijuar mua se gjithë kjo kohë që se përdor ujtin shumë. Ças bën maki. Ajo thyet pa më çoj atje ke venin. Çoj, shka merr kremin ma. Farë të krema. Kremin që lyë goca këtu, ke faqe, ato shka merr. Sa po bëra një kafe, edhe ula pak në balkon, të shijoj pak këtë qetësinë e pasdites, dielli që po perëndon, herë duket dielli dhe herë nuk duket sepse janë re që lëvizin dhe e bllokojnë. Një pasdite është shumë qetë, që fillon dhe vjen pranvera dhe vera, më pëlqen shumë të rri pasditeve në balkon sepse është qetësi, sidomos ky orari nga ora 4, është shumë qetësi, nuk dëgjohen lëvizje fare nga një makinë tek këtu që lëviz, nuk ka shumë lëvizje as njerëz jo. Nuk do e vendos çerçafet e tjera, do e lej pak dhomën me dritaren hapur kështu të aeroset, pastaj nga dreka vendos çerçafet e tjera. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Sot është ditë e diel, jemi në mëngjes sepse duket sikur është natë. Për të ndes pak dritën mos duket më mirë, tani duket më mirë. Sikur është natë sepse sot është një ditë shumë e zynë, po bie shi, është shumë vranësirë edhe nuk ka dritë fare. Siç e thash, është e diel në mëngjes, edhe unë sapo jam zgjuar, tani do bëj një kafe që të vazhdoj ditën time. Do ngroh pak qumësht te kjo gota sepse unë kafen gjithmonë e bëj si cappuccino, pra me qumësht, sepse veç kafe sate ndoshta pas dite e pi në mëngjes gjithmonë e pi me qumësht në formë cappuccinoje. Për cappuccino, pra qumshin shkumi bëj këtu te kjo gjë që është kastile për këtë punë, për qumshtin. E bën shumë mirë, mund të them. Si këto ka shumë modele, ka dhe nga ato elektrike, por unë këto e kam pas bler para shumë vitesh edhe vazhdoj ta përdor edhe sot.
Cappuccino time e bëra. Do haj edhe një nga këto brioche që solli burri. Sot kisha planifikuar të dilja pak me Melodin, të shkonim në ndonjë park, të ndonjë lodër, sepse edhe ajo ka shumë kohë që nuk del, vetëm në kopësht e në shtëpi. Mirë po, koha nuk na premtoi sot, nuk ishte në anën tonë, po bieshi, çfarë bëjmë? Të jedh pak sheqer kafes. Unë fakt përdor nga ky sheqer kana. Sepse mua më pëlqen. Po ju çfarë sheqeri përdorni? Ky në fakt ndryshe nga sheqeri i bardh, ka pakierë të çuditshme, nuk e di pse. Bravo. Mama pi. Dhe pish ka pje pak. Është e mirë? Bravo. Dhe mama presi. Presi. Hajde. Në faktën tani u bëra pak gati sepse po vjen kushëria ime të më marri, është bashkë me fëmijët edhe unë me gocën, të bëjmë një xhiro, edhe pse po bie shi, të bëjmë një xhiro, pak mohabet, kalojmë pak kohën sepse edhe kështu vetëm në shtëpi nuk është se kalohet. Çfarë ti bëjmë shiut ne? Po tregon Melodia. Ne sa po erdhëm në shtëpi, ishim pak tek Tiger edhe pash këto pakot, pra që ishin ose për fëmijë ose për të rritur, me nga 4 euro, janë surprise bag. Mund duk interesante, thash t'ja marr një Melodi sepse fëmijët gëzohen me gjëra kështu që nuk e din çfarë ka brenda. Që tani do e hapim dhe do shikojmë se çfarë ka. Do hapim? Si. Okej, do hapim. Zoku! Qa ka ti? Rosa. Libro. E po kjo që ka për mamin, me sa duket jo për goce. Mama. Kjo që për mamin. Një libër për të organizuar ditën, edhe kjo që nga shumë i bukur. Zoka të vegjël. Meri mami? Ua, qa është kjo? Të ta mbajmë për vitin tjetër. Grow your own mini Christmas tree. Pra për të mbjell dhe për të rritur pemën e Krishtlindjeve vet. Një plak dëbore. Edhe ky një zbukurim për vitin e ri. Një babagjysh. Pra një kuti. Prej letre i cili varet. Edhe në fundit fare janë këto lapsat e vegjël. Ngjyra. Për 4 euro mendoj që ka vlet për këto budalliqe të vogla për fëmijë, sepse fëmijët këto duan gjëra që të lozin. Kjo është dheja, me sa duket që duhet mbjellim faren, edhe kjo është fara. Fara që ta mbjellim tu brenda. Tani unë me që qafët i lava, po mendoj të fus t'i bëj një larje të shpejtë edhe i organit, sepse u bën disa kondue që nuk e laj. Me që sot hoqja qafët edhe më në fund jashtë doli dhe tjelli, them t'a fus dhe i organit, sepse pasaj edhe po nuk u tha deri në darkë e fus në ashtu gatrishet thahet. Në darkë t'i vendos të gjitha gjërat e lara. Ne drek kemi ngrënë të gjithë, goca ndërkohë iku me gjyshrit andej nga toka, të shikonin pulat, edhe unë po mendoj që tani të bëj nga një ginseng, që të ulemi pak me burrën në divan dhe të shikojmë ndonjë film, të relaksohemi pak. Më në fund doli dielli, ja se si ndryshoi direkt edhe humori im. Dielli pas ditës është shumë i bukur. Tani do bëj ginsengun, edhe ndërkohë që bëj ginsengun, doja t'ju thoja që kam rinisur të bëj dhe yoga, siç keni parë, pjesa tjetër e videos që kam bërë më përpara. Nuk është hera e parë, domethënë nuk është që e kam vazhduar tani, ka një vit që e kam vazhduar jogën, sepse në periudhën në cilën
ndjesha shumë keq shpirtërisht, e praktikova si gjë dhe pash se si më ndihmoi shpirtërisht. U ndjeja mirë me veten, më energjike, ishte si punë meditimi për mua. Periudhën e verës i lash pas dore edhe yogan edhe ecjen, sepse shkonim gati thuash çdo ditë në plazhe, pastaj kur u ktheja nga plazhi nuk është se kisha shumë fuqi ose energji që të bëja të merja sërish me yoga. Tani e rinisa prap, sepse ishte një gjë që mua më ndihmoi. Kaloja një periudhë depresive, mund të them. Unë kam zbuluar të gjinsengun, që është në formë pluri dhe nuk duhet me patjetër të kesh makinetën që bën ginseng. Shikoni se sa i mirë doli gjinsengu, plot për plot me shkum. Mendoj që erdhi momenti që edhe këtë video ta mbyllim. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer, bëni like, koment edhe subscribe. Edhe bashkë do shikohemi si gjithmonë tek video radhës. Mirupafshim!